Askush nuk mund të ma marrë lirinë, unë e kam fituar atë përgjithmonë, kur Kosova u shpall shteti pavarur. Kjo ishte deklarata e ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili po përballet me një gjykim të padrejtë. Nëse deri tani ka dëgjuar të gjitha shpifjet që janë adresuar, sot ish presidenti i Kosovës ka vendosur për të folur para gjyqtarëve në Hag dhe para gjithë botës të vërtetën e tij. Me qetësi të plot, ton të lartë dhe fisnikëri, Hashim Thaçi deklaroi: "Fillimisht, të gjithë ju që jeni në sallë, duhet ta dini se unë nuk pendohem për asgjë. Vendosa të kthehem në Kosovë në vitin 1998. Ky ishte vendim personal dhe i askujt tjetër. Nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe populli im përballej me shfarosjen. Nuk isha i sigurt nëse do të shija përsëri familjen time. Lëre më të ndërroja të ushtroja kontroll në Kosovën e pushtuar për rreth 90 vite, ashtu sikur se pretendoni ju. Unë kisha shpresë se bota demokratike dhe NATO do ta bënin ëndrrën tonë për liri realitet." Më pas, Thaçi u drejtua trupit gjykues me një pyetje e cila i gëzhdoi ato në vend. Hashimi pyeti: "Ju po më gjykoni mua, tani kam unë një pyetje për secilin prej jush dhe dua një përgjigje nga ju. Çfarë do bënit ju, sikur vendi juaj të përjetonte atë që përjetoi populli im? Do ta mbronit vendin, familjen? Më thoni, do i dilni për zot vendit tuaj, kombit tuaj, familjes tuaj dhe fëmijëve? Po ose jo?" Kamerat u fokusuan te gjyqtarët, të cilët ulën kokën dhe nuk thyen asnjë përgjigje, ndërkohë Hashimi vijoi: "Unë bëra atë që do të bënte secili prej jush, nëse vendi juaj do të përjetonte atë që përjetoi populli im. Për këtë, unë jam krenar dhe nuk i bie pishmanit asnjëherë", u shpreh ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.